Në ndyshimin për spionazh, policia ka arrestuar të enjtën Fatmir Shehollin, i cili në pjesën e parë të viteve të 90-ta ka qenë pjesëtar i sigurimit shtetëror të Serbisë. Pas lufte ai ka mbajtur lidhje me politikanë serb në Kosovë, si dhe ka zhvilluar aktivitete në Institutin për Avancime e Marrëdhënie Ndëretnike. Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se Sheholli është dërguar në mbajtje për 48 orë dhe është arrestuar me asistencë të pjesëtarëve të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë pas hetimeve disa mujore. Pas arrestimit, atij është mbastisur edhe banesa që ndodhet në kryeqytet. Hetuesit e njësive relevante janë parë duke dalë nga objekti ku banon Sheholli, nga i cili kanë sekuestruar edhe materiale të cilat dyshohet se lidhen me hetimin për vepër penale spionazh. Ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sfeqla, ka thënë se rasti do të trajtohet me seriozitet të lartë institucional dhe ka theksuar se koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Mbesim të përkushtuar ta mbrojmë vendin ton nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromis e pandalshëm. Republika duhet mbrojtur me përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe morale. Krahas dyshimeve për spionazh, një dokument i AKI-s tregon se ai është i përfshirë edhe në keqpërdorim të buxhetit. Në mars të këtij viti, KOA ka raportuar se inspektori i AKI-s ka dorëzuar vjet në Prokurori Speciale një raport në të cilën konstatohet se pa u ndjekur procedurat e brendshme. Ka pasur rritje buxheti për informatorët, ndërsa shpenzimi rreth 2 milionë eurove është bërë pa u evidentuar pranuesit apo edhe në raste kur ata janë ditur nuk ka pasur të dhëna për informatat e marra në këmbim. Gjatë viteve 2017-2020, në mesin atyre që përfituan nga ky fond është edhe Fatmir Sheholli, i cili sipas raportit ka pranuar 639.000 euro prej AKI-s. Sheholli është paraqitur shpesh në një numër televizionesh në debate në rolin e analistit politik. Në paraqitjet publike, ai ka thënë se pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës, por e ka pranuar se ka punuar si inspektor i UDBA-s në vitet e 90-ta. E një shkrim i gazetës Bujku, i botuar në fillim të viteve të 90-ta, tregon se 44 familje Sheholli nga Podujeva dhe rrethina u distancuan publikisht nga Fatmir Sheholli dhe babai i tij, të cilët akuzoheshin për bashkëpunim me pushtetin serb të asaj kohe.